Perëndia ta gjykojë botën me zjarr, si do t'ja hap rrugën e shpëtimit njerëzimit. Sot, le të studiojmë fjalën e Perëndisë me predikimin 2 gjykimet dhe pashka. Dhe të vërtetojmë këtë rrugë shpëtimi përmes Biblës, që të gjithë të ecim besnikërisht sipas saj. 2 gjykimet i referohen përmbytjes së Noeut, kur Perëndia gjykoi botën me ujë, dhe i dyti, në ditët e fundit, kur Perëndia do ta gjykojë botën sërish me zjarr. Jam i sigurt që të gjithë i mbani mend dhe i njihni këto të vërteta të shkruara në Bibël. Pse do të gjykohet bota? Le të shqyrtojmë kohët kur Perëndia gjykoi botën. Ditët e Noeut, ditët e Sodomës dhe Gomorës dhe ditët e fundit. Çfarë kanë të përbashkët të gjitha këto kohë? Në secilën nga këto periudha, njerëzit ishin rebel, të larguar nga Perëndia, të ligjë dhe imoral. Ky lloj fenomeni shoqëror ekzistonte në ato ditë. Lutem që sot të kuptojmë të vërtetën se si në ditët e Noeut, Sodomës e Gomorës dhe deri në ditët e fundit, armiku ynë, djalli, përdor skema të liga për t'i larguar njerëzit nga Perëndia. Në titullin 2 gjykimet dhe pashka, le ta fillojmë studimin e fjalës së Perëndisë tek Hebrejve, kapitulli 11, vargu 6. Le të shohim Hebrejve, kapitulli 11, vargu 6. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. Ndërsa ecim në shtegun e Ungjillit, ndikohemi vazhdimisht nga bota. Përfshihemi dhe përshtatemi lehtë me mjedisin rrethues, mendësinë e njerëzve, stilin e tyre të jetesës dhe zakonet e ndryshme të shoqërisë sonë. Perëndia punon vazhdimisht të na bëjë krijesa të reja. Ai ka një vullnet e dëshirë për ne, duke menduar, ky është njeriu që dua të jesh. Pavarësisht kësaj, ne shpesh ndikohemi nga bota. Megjithatë, me besim, mund t'i kapërcejmë të gjitha këto ndikime. Po sikur të mos kemi besim, ku do të shkojë jeta jonë shpirtërore? Ku do të tërhiqen zemrat tona? Pashmangshmërisht do ta shohim veten duke parë nga bota e duke menduar, por të gjithë e bëjnë kështu. Atëherë bëhet e vështirë të jetojmë jetën që do Perëndia për ne, pra, të jemi të rilindur. Është besimi që na lejon të mbrohemi kundër ndikimeve botërore, sepse besimi e vendos qëllimin e jetës sonë në mbretërinë e Perëndisë, apo jo? Le të vazhdojmë. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është, dhe se është shpërblyesi i atyre që e kërkojnë atë. Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shijeshin, u frikësua dhe ndërtoi një ark për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit. Thuhet, me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shijeshin, u frikësua dhe ndërtoi një ark për shpëtimin e shtëpisë së tij. Të gjithë të kemi besim në gjërat që si kemi parë ende, a është e lehtë? Imagjinoni skenën e botës krejtësisht të mbuluar nga uji. Këtë askush prej nesh se ka parë ndonjëherë, as deri më sot. Gjithë bota u përmbyt në kohën e Noeut, e imagjinoni dot? Atëherë, diçka e tillë ishte krejtësisht e paimagjinueshme. Prandaj kapitulli 11 i Hebrejve i quan këto ngjarje gjëra që ende nuk janë parë. Po ashtu, ngjarja e ardhshme kur Perëndia do ta gjykojë botën me zjarr, është diçka që se kemi parë kurrë. Gjithë bota do të përfshihet nga zjarri, a s'është kjo një pamje e paimagjinueshme? E megjithatë, shkrimet thonë se Noeu e besoi këtë. Ai besoi, dhe çfarë përgatiti? Ai e përgatiti arkën, pikërisht ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia.
Le ta konfirmojmë këtë në Zanafillën kapitulli 6, vargu 9. Zanafilla kapitulli 6, vargu 9. Kjo është prejardhja e Noeu. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkëkohësve të tij. Noeu eci me Perëndin. Dhe Noeu pati 3 bij, Semin, Kamin dhe Jafetin. Cila ishte gjendja e botës? Por toka ishte e korruptuar para Perëndisë dhe plot e përplot me dhunë. Për sa i përket moralit dhe etikës, e gjithë bota ishte bërë jashtëzakonisht e ligë dhe e korruptuar. Le të shohim vargun 12. Tani Perëndia vështroi tokën dhe ja, ajo ishte e prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shthurur sjelljen e tij. Dhe Perëndia i tha Noeu, kam vendosur t'i jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë. Ja, unë do t'i zhduk bashkë me tokën. Bëj një ark prej druri, bëj arkën me dhoma dhe lyje me bitum nga jashtë e nga brenda. Me këto fjalë, Perëndia urdhëroi Noeun të përgatiste arkën dhe e udhëzoi të sillte në të një çift mashkull e femër nga çdo lloj kafshe, duke dalluar të pastrat nga të papastrat. Le të vazhdojmë në vargun 21. Dhe merr për vete nga çdo ushqim që hahet, grumbulloje dhe ruaje, në mënyrë që të shërbejë si ushqim për ty dhe për ata. Dhe Noeu veproi ashtu, bëri pikërisht të gjitha ato që Perëndia i kishte urdhëruar. Edhe në rrethana ku nuk mund ta imagjinonte se si Perëndia do ta gjykonte botën me ujë, Noeu kreu me besnikëri gjithçka që Perëndia i kishte urdhëruar. Kjo ndjek të njëjtin parim si bindja jonë sot ndaj urdhrit të Perëndisë. Predikoni ungjillin në Samari dhe deri në skajet e tokës. Sot, ne jetojmë në një brez të ligë dhe kurorshkelës. Megjithatë, edhe në mes të një bote të tillë, Perëndia punon për të shpëtuar fëmijët e tij të dashur. Ashtu siç Perëndia përgatiti arkën para se të gjykonte botën me ujë, në këto ditë të fundit ai ka përgatitur Sionin, që të gjithë njerëzit të hyjnë në të. Për më tepër, a nuk na besoi ai misionin e çmuar për t'ia shpallur këtë gjithë botës? Pika më e rëndësishme e mesazhit të sotëm është se, ndonse Noeu si kishte parë kur gjëra të tilla me sytë e tij, ai i besoi fjalës së Perëndisë ashtu siç ishte dhe zbatoi gjithçka siç u udhëzua. Po kështu, gjykimi i ardhshëm që do të vijë mbi gjithë botën me zjarr është një ngjarje që nuk e kemi parë kurrë. Është për këtë arsye që ne, ashtu si Noeu, duhet të përgatitemi për shpëtimin tonë në këtë epokë. Ne duhet të bëhemi ata që i udhëheqin të gjithë popujt që të kthehen në Sion. Titulli i mesazhit të sotëm është 2 gjykimet dhe pashka, dhe mund të zbulojmë se rrethanat e këtyre 2 gjykimeve janë jashtëzakonisht të ngjashme. Le të hedhim një vështrim në librin e Pjetrit e 2, kapitulli 3, vargu 6. Pjetri i 2, kapitulli 3, vargu 6. Për shkak të cilit bota e atëhershme u mbulua nga uji dhe humbi. Ky është shpjegimi për kohën e Noeut. Ndërsa fjala që dha Perëndia kur gjykoi botën me ujë ishte fjala e tij, dhe shpallja e tij për të gjykuar këtë botë me zjarr është gjithashtu me anë të fjalës së tij. Ndërsa qiejt dhe dheu i sotshëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë, çfarë janë ato? Për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së. Çfarë lloj njerëzish? Njerëzve të pabesë. Në fund të fundit, njerëzit e pabesë të kësaj bote i nënshtrohen të gjithë gjykimit, ashtu siç ishin në ditët e Noeut. Prandaj, s'ka asnjë arsye të imitojmë veprat e tyre, atë ndjekim mënyrën e tyre të jetesës.
Nuk duhet të themi, por pjesa tjetër e botës e bën dhe duket mirë. Standardi ynë për gjithçka duhet të jetë gjithmonë Perëndia. Gjithmonë pyesim, si e sheh Zoti këtë? A nuk është e vërtetë se vetëm atëherë, me besim të duhur, mund të rrim besnik deri në fund e të ndajmë shpëtimin që mori Noeu? Vazhdojmë me vargun 9. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën, por çfarë është ai, i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Perëndia pret të qëndrojmë në standardin e duhur të besimit që ai do të mposhtim botën, çdo dobësin ton, e të dalim gjithmonë fitimtar mbi provat e mashtrimet e Satanit. Vargu 10. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Atë ditë qiejt do të shkojnë me krismë, elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe toka që janë në të do të digjen krejt. Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen. Siç mund ta shihni këtu, çfarë lloji të theksën Perëndia? Si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme. Këto fragmente në Bibël na tregojnë ç'ndodhi në ditët e Noeut, Sodomës e Gomorës. Kur njerëzit u bën të pandjeshëm ndaj sjelljes së perëndishme e u larguan nga devotshmëria, Perëndia i sundoi vazhdimisht me gjykim. Vargu 12. Duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës, çfarë do të sjellë? Qiejt në flak do të treten dhe elementet, trupi ynë fizik, të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen, por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilët banon drejtësia. A e imagjinoni dot një skenë të tillë? Mund të pyesni, si mund të shkrihen elementet? Si mund të digjen qiejt nga zjarri? Edhe kur Zoti i tha Noeut, bëj një ark dhe e urdhëroi të hynte në të. Njerëzit pyesnin, nga mund të vinte uji i mjaftueshëm për të mbuluar gjithë tokën, pamje e papërfytyrueshme. Megjithatë, Noeu i besoi fjalës së Perëndisë sepse ishte fjala e tij dhe bëri gjithçka siç i urdhërua. Në të njëjtën mënyrë duhet të besojmë se Perëndia do ta gjykojë botën me zjarr dhe duhet të hyjmë në Sion siç urdhëroi ai. Mos u përshtatni me këtë botë, as mos mësoni udhët e këtij brezi. Besoj se udhëtimi ynë i besimit duhet të bëhet në perëndishmëri e shenjtëri, sipas këtyre mësimeve. Le të vazhdojmë me vargun 13. Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilët banon drejtësia. Prandaj, shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, çfarë duhet të bëjmë? Përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm, në paqe. A nuk duhet, pra, të përpiqemi e të punojmë më fort në këtë vepër? Perëndia na ka urdhëruar t'ia shpallim shpejt lajmin e bekuar gjithë botës, para se ai ta gjykojë me zjarr në fundin e kohës. Ky lajm i mirë duhet ndarë, se ajo kohë me siguri do të vijë. Të hapim te Mateu, kapitulli 28, vargu 18. Mateu, kapitulli 28, vargu 18. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Për gjithçka që ju kam urdhëruar, çfarë na thuhet të bëjmë? Jemi urdhëruar t'u bindemi. Për më tepër, ai na urdhëroi t'ia shpallim çdo kombi.
Në kohën e Noeut, Perëndia I dha çdo krijese një mundësi para se ta gjykonte botën me ujë. Megjithatë, për shkak të jetës rebele, ata tallnin dhe përçmonin fjalët e Perëndisë. Ata e tallën fjalën e Zotit në kohën e Ezekias, dhe edhe sot vazhdojnë ta tallin e përçmojnë. Ata refuzojnë t'i kushtojnë vëmendje udhëzimeve apo drejtimit që u jep Zoti. Por kur vdekja është pikërisht në pragun e tyre dhe ata më në fund vinë në vete, duke menduar, duhet të shkojnë në ark. A do të jetë e mundur që ata të shkojnë? Është e pamundur. A nuk është kjo arsyeja pse shumë anëtar të familjes Sion po shkojnë jashtë, me zemër për t'u predikuar ungjillin atyre që se kanë dëgjuar këtë mesazh? Të hapim kapitullin 43 të Isais, të lexojmë fjalën e premtimit, kur Perëndia ta gjykojë botën me zjarr, ai do të na çlirojë. Ky lajm është I çmuar dhe I bekuar. Të shohim fjalën e Zotit tek Isaia 43, vargu 1. Por tani kështu thot Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o Izrael. Mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur me emër, ti më përket mua. Kur do të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty, ose do të kalosh lumenjt, nuk do të të mbytin. Kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të të konsumojë. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, I shenjtë I Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin tënd, Etiopin dhe Seban për ty. Sepse ti je I çmuar në sytë e mi dhe I nderuar, dhe unë të dua, unë jap njerëz për ty dhe popull në këmbim të jetës sate. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Ai vazhdon të na e përcjell këtë mesazh edhe sot. Në mes të ujit dhe në mes të zjarrit, çfarë thot ai se do të bëj? Ai premtoi të jetë me ne e të na çlirojë nga gjithçka. Le të shohim Psalmin 91 vargu 7. Psalmi 91 vargu 7. 1.000 do të bien në krahun tënd dhe 10.000 në të djathtën tënde, por çfarë do të ndodh? Aty nuk do të afrohet. Mjafton që ti të këqyresh me sytë e ty dhe do të shikosh shpërblimin e të pabesëve. Duke qenë se ke thënë, o Zot, ti je streha ime dhe e ke bërë shumë të lartin strehën tënde, nuk do të gjej asnjë e keqe, asnjë plag nuk do t'i afrohet çadrës sate. A nuk premton Zoti të na ruajë nga fatkeqësia? Të shohim si Zoti ka deklaruar se do t'i mbrojë të gjithë fëmijët e Sionit. Gjykimi me ujë dhe gjykimi me zjarr janë ngjarje që njerëzimi nuk I ka parë kurrë më parë. Megjithatë, këto ngjarje do të kryhen sipas fjalës së Perëndisë, ndaj jemi urdhëruar të bëhemi gati e të përgatitemi. Le të lexojmë tek Eksodi kapitulli 12 premtimin se si ai do të na çlirojë nga mesi I ujit dhe I zjarrit. Le të shohim tek Eksodi kapitulli 12 vargu 11. Do ta hani në këtë mënyrë, I ngjeshur, sandale mbathur dhe me bastunin tuaj në dorë. Do të hani me nxitim, se është pashka e Zotit. Vargu 12. Atë natë unë do të kaloj nëpër vendin e Egjiptit dhe do të godas çdo të parlindur në vendin e Egjiptit, qoftë njeri apo kafshë, dhe do t'i jap hakun gjithë perëndive të Egjiptit. Unë jam Zoti. Dhe gjaku do të jetë për ju një shenjë mbi shtëpitë ku ndodheni, kur unë të shoh gjakun.
Perëndia urdhëroi të vijej gjaku i qengjit anash dhe sipër shtalkave të dyerve. Kur ai të shoh gjakun, çfarë do të bëj? Do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë plag mbi ju për t'ju zhdukur, kur të godas vendin e Egjiptit. Ky nuk është një premtim që u përmbush vetëm në tokën e Egjiptit rreth 3500 vjet më parë. Çfarë thot Perëndia në vargun 14? Ajo ditë do të jetë për ju një ditë për t'u mbajtur mend. Çfarë dite është kjo? Është Pashka. Dhe ta kremtoni si festë kushtuar Zotit, do ta kremtoni nëpër kohëra si ligj të përjetshëm. Kështu, Pashka mund të shihet si garancia e vërtetë e premtimit të Perëndisë. Pashka përmban premtimin e madh se Perëndia do t'i mbrojë gjithmonë fëmijët e Sionit, qoftë gjykimi me ujë, me zjarr, apo në çdo situatë tjetër. Prandaj, kur të shkoni jashtë, lutem që të jepni mësim gjerësisht për historinë e Pashkës dhe të shpjegoni plotësisht arsyen pse duhet ta mbajmë atë. Ashtu siç Noa u përgatit për atë që nuk shihej, Perëndia na ka dhënë Pashkën që të përgatitemi për atë që nuk shihej. Ai po përgatit rrugën që i gjithë njerëzimi të kthehet në Sion, vendin ku festohen festat e tij. Tek Eksodi kapitulli 12, ai premton, do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë plag mbi ju për t'ju zhdukur. Nëpërmjet çfarë po na e bën Perëndia këtë premtim tani? A nuk është ky premtimi që Perëndia po na dhuron nëpërmjet Pashkës? Prandaj është shkruar në Psalmin kapitulli 91. 1000 do të bien në krahun tënd dhe 10.000 në të djathtën tënde, por çfarë thot Bibla se do të ndodh? Premtimi se aty nuk do të afrohet, kujt i zbatohet kjo fjalë? Çfarë duhet të zbatojnë ata për ta marrë këtë premtim? Ky është premtimi që Perëndia u ka bërë atyre që e mbajnë Pashkën. Sot, ndërsa i gdhendim këto fjalë të së vërtetës së Perëndisë thellë në zemrat tona, le të konfirmojmë nëpërmjet Biblës disa detaje të tjera rreth ditës kur Perëndia do ta gjykojë botën me anë të zjarrit. Le të shqyrtojmë së bashku tek Jeremia, kapitulli 4, vargu 9. Te Jeremia, kapitulli 4, vargu 9, shkruhet: Atë ditë ka për të ndodhur, thot Zoti, që zemra e mbretit dhe zemra e princave do të... Çfarë do të bëjnë? Ligështohen. Bibla thot se ata do të ligështohen, sepse ajo sken do të jetë tejet e tmerrshme dhe tronditse. Që zemra e mbretit dhe zemra e princave do të ligështohen, priftërinjt do të mbeten të shushatur dhe profetët të... Çfarë do të bëjnë? Do të shtangur. Koha e mbetur e gjykimit të zjarrit do mbushet me skena si kjo. Tani, te Jeremia, kapitulli 5, vargu 1. Jeremia, kapitulli 5, vargu 1. Shkoni rreth e rrotull nëpër rrugët e Jeruzalemit, shikoni dhe binduni, dhe kërkoni në sheshet e tij në rast se gjeni një njeri të vetëm që zbaton drejtësinë, që kërkon të vërtetën dhe unë do ta fal. A nuk tingëllon si një pasazh që e kemi dëgjuar më parë? Ku tjetër në Bibël i gjetëm fjalë të tilla? Para shkatërimit të Sodomës e Gomorës, Abrahami ju lut Perëndisë: A do t'i zhdukësh të drejtët me të ligjt? Duke ulur vazhdimisht numrin e të drejtëve për të kursyer qytetet. Por në fund, sepse asnjë numër i vogël të drejtësh nuk u gjet në Sodomë e Gomorë, Perëndia solli gjykimin e tij përfundimtar me zjarr. Edhe këtu, Perëndia thot, në rast se gjeni një njeri dhe unë do ta fal. Bota po bëhet më e ligë, duke u larguar nga drejtësia e Perëndisë dhe duke u ngurtësuar frymësisht. Dikush mund të thotë, a s'është kisha e Perëndisë shumë e rrept, që ndjek vetëm Biblën? Si mund të jetojë dikush kaq mbytshëm? Të jetosh sipas fjalës së Zotit s'është kur mbytëse. Është rruga më e sigurt, më e bekuar dhe më e qartë. Prandaj, ne duhet të jetojmë jetë të tilla.
Kur të keni kohë, rishikoni edhe skenat të Pjetri i 2 kapitulli 3, Malakia kapitulli 4 dhe Sofonia kapitulli 1. Te Isaia kapitulli 24, vargu 1. Isaia kapitulli 24, vargu 1. Ja, Zoti zbras tokën dhe e bën të shkretë, prish faqen e saj. Shpreja se Zoti do të shkatërrojë tokën, tregon sa i madh duhet të jetë zemërimi i tij. Ndonë se është shprehje e zbutur biblike, dallohet zemërimi i pamas i shenjtë i Zotit. Thuhet se Zoti se lë tokën siç është, me që ligësia e saj po shpon qiejt, ai e shkreton dhe do ta shkatërrojë. Ja, Zoti zbras tokën dhe e bën të shkretë, prish faqen e saj dhe shpërndan banorët e saj. Do t'i ndodhë e njëjta gjë popullit ashtu si priftit, shërbëtorit ashtu si padronit të tij, shërbëtores ashtu si padrones së saj, blerësit ashtu si shitësit, ai që jep borxh ashtu si ai që merr borxh, huadhënësit ashtu si huamarrësit. Toka do të zbrazet plotësisht dhe do të plaçkitet plotësisht, sepse Zoti ka thënë këtë fjalë. Toka është në zi dhe vuan, bota po ligështohet dhe po meket, njerëzit me poste nga populli i dheut ligështohen. Toka është përdosur nga banorët e saj, sepse këta kanë shkelur ligjet, kanë ndryshuar statutin, kanë marrë në përkëmbë beslidhjen e përjetshme. Prandaj një mallkim e ka përpir tokën dhe banorët e saj janë të dëshpëruar. Prandaj banorët e tokës po digjen dhe të pakët janë burrat që kanë mbetur. Mushti është në zi, vreshti po prishet dhe gjithë zemërgëzuarit psheretin. Gëzimi i dajreve ka marrë fund, zhurma e dëfrimtarëve ka mbaruar, gëzimi i harpës pushoi. Nuk pihet më verë me këngë, pija dese është e hidhur për ata që e pinë. Qyteti i rrëmujës është shkatëruar, çdo shtëpi është e mbyllur që të mos hyjë njeri në të. Nëpër rrugë ka ankime, sepse nuk ka verë, çdo gëzim është zhdukur, hareja është zhdukur nga toka. Çfarë u ndodhi atyre? Ata janë. Në qytet nuk mbetet gjë tjetër veç dëshpërimit, dhe porta është bërë cop dhe është shkatëruar. Sepse në mes të dheut, midis popujve, do të ndodh ashtu si kur shkunden ullind, ashtu si kur mblidhen vilet e pavjela pas vjeljes. Të gjithë, imagjinoni këtë lloj mjedisi dhe këtë lloj atmosfere. Në mes të kësaj, lajmi se Perëndia do t'i bëj plagët të kalojnë anash atyre në Sion që mbajnë Pashkën. Se ai do t'i shpengoj dhe do t'i çojë në mbretërinë e qiejve të gjithë, as është ky lajmi më i bukur dhe i mrekullueshëm? Ky është lajmi që duhet ta ndajmë me fqinjet, familjet, të afërmit tanë dhe të gjithë rreth nesh. Ne nuk po ofrojmë asgjë që dëmton botën. Ne po i ofrojmë njerëzimit dobinë më të madhe. Angurojmë a kemi frikë kur i japim diçka të mirë dikujt? Do të thoshe, dua të ndaj diçka me ty do të pëlqej shumë. Thjesht nuk e kupton ende. Qoftë ditëlindja e fëmijës suaj apo e prindërve tuaj. Kur përgatitni një dhuratë, a nuk e jepni atë me mendimin, ata do të jenë shumë të kënaqur kur ta hapin këtë? Me këtë zemër, të predikojmë ungjillin duke i ndarë këto dhurata një nga një. Kjo është arsyeja pse mesazhi që përhapim është një mesazh gëzimi të plotë. A nuk është ky mesazh i regjistruar në Bibël si ungjilli, që do të thotë lajmi i mirë? Le ta shpallim atë kudo. Ne duhet të shpallim vullnetin e Perëndisë. Siç u gjykua bota me ujë në kohën e Noeut, ashtu Perëndia do të sjellë gjykim në ditët e fundit. Por s'ka të bëjë vetëm me ngjarje të frikshme e të habitshme. Premtimi i Perëndisë për shpëtim është gjithashtu i pranishëm. Prandaj, le t'i çojmë shpirtrat te e vërteta e jetës së Pashkës. Me këtë zemër, t'u themi të gjithëve, mos e humbisni këtë mundësi, por kapeni atë.
Kjo është një mundësi e fundit dhe e veçantë, ndaj bashkohuni me ne në Pashkë, festën e jetës, dhe merrni bekimet dhe hirin e Zotit. Me këtë zemër, duhet t'ua predikojmë ungjillin e çmuar të beslidhjes së re gjithë popujve të botës. Zoti ka dhënë fjalën e tij se këto dy gjykime patjetër do të përmbushen. Por, pse njerëzit e botës sillen pa kujdes, s'do të thotë të shkojmë pas tyre. Përkundrazi, brenda mësimeve të Zotit, nëse Zoti thotë, kjo s'është e shenjtë, kjo s'është e perëndishme, atëherë duhet t'i largojmë ato gjëra nga vetja. A nuk jemi ne populli i Sionit, që po mësojmë dhe po ndjekim mësimet e Perëndisë? Pastaj duhet të pyesim, cilat janë mësimet që gjenden në Sion? Dhe duhet të pyesim, si po na udhëheq Perëndia në këtë epokë? Nëse bëhemi populli i Perëndisë që i kushton vëmendje udhëzimit të tij dhe dim si ta ndjekim, jam i bindur se Perëndia do ta çojë popullin e tij të sigurt në mbretërinë e përjetshme të qiejve, edhe në këtë brez të ligë e kurorë shkelës. Pra, duhet të pyesim veten, pse u gjykuan njerëzit në kohën e Noeut dhe të Sodomës e Gomorës, dhe pse kjo epokë e fundit përballet tani me gjykimin e Perëndisë? Ju lutem, mos e harroni kur këtë. Në vende të tilla, njerëzit gjithmonë bënin gjithçka në kundërshtim me mësimet e Zotit. Mësimi që Perëndia na dha sot përmes dy gjykimeve dhe Pashkës, është vullneti i tij të na përgatisë për këtë epokë, siç bëri për njerëzit në kohën e Noeut. Lutem me zjarr ta merrni këtë për zemër, që të gjithë ta përshëndetni me gëzim Pashkën e këtij viti. Duke shpresuar se keni marrë shumë hir, do të doja ta përfundoja predikimin e sotëm. Faleminderit shumë.